Ne me Sirin kemi punuar që një kohë të gjatë, që nga ardhja në pushtet e autoriteteve të reja në Sirin e lirë. Unë kam rënë në kontakt me njëherë, pas disa ditësh, me ndihmën e shtetit turk, kam rënë në kontakt me autoritetet e reja dhe me leadershipin e ri të Siris. Pra që nga ajo periudhë, kabineti im ka qenë në kontakt me kabinetin e presidentit të Siris, me ministrin e punëve të jashtme dhe pastaj takimin e parë, siç e dini e kemi pas në prill të këtij viti, para rreth 6 muajsh parafërsisht, dhe ka qenë një takim i shkëlqyeshëm, ku kemi diskutuar jo vetëm për vuajtjet e njëjta që i kemi kaluar, por njëkohësisht se si mund ta mbështesim si shtete njëra tjetrën në fuqizimin ndërkombëtar, shumë procese të tjera. Ne edhe pas atij takimi në prill, thuajse në baza ditore kemi qenë në kontakt, ekipi im ka qenë në kontakt me ekipin e Siris dhe momenti i njohjes u përmbyll me takimin 3 palësh në Arabinë Saudite dhe me mbështetjen siç e përmenda të vazhdueshme të Turqisë dhe me leadershipin e lartësisë të tij mbretërore, princit kurorës së Arabisë Saudite, i cili e mori përsipër që të na bëj bashk dhe që akti i njohjes të kryhet pikërisht aty. Mendoj që është një akt me rëndësi historike për